Me hirin e Zotit do të lexojmë nga Veprat e Apostujve, kapitulli 8, kapitulli 9. Veprat e Apostujve, kapitulli 9 nga fillimi. Ndërkaq Sauli duke shfryrë akoma kërcënime dhe kredi kundër dishepujve të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut me qëllim që po të gjente ndonjë i tharë të udhës, burra o gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Por ndodhi që ndërsa po udhëtonte dhe po i afrohej Damaskut, befas rreth tij vetë tiu një dritë nga qielli, dhe si u rrëzua për tokë dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek? Dhe ai tha: Kush je Zot? Dhe Zoti tha: Unë jam Jezusi që ti e përndjek. Është rënd për ty të godasësh me shqelm kundër gjembave. Atëherë ai duke u dridhur i tëri dhe i trembur tha: Zot, ç'don ti të bëj unë? Dhe Zoti: qohu dhe hyr në qytet, dhe do të thuhet ç'duhet të bësh. Dhe njerëzit që udhëtonin me të ndaluan të habitur sepse dëgjonin tingullin e zërit, por nuk shihnin njeri. Pastaj Sauli u quan nga toka, por kur i qeli syt nuk shihte asnjëri. Atëherë morën për dorë dhe quan në Damask. Dhe mbeti 3 ditë pa të parit, as hëngri as piu. Në Damask ishte një dishepull me emër Anania, të cilët Zoti i tha në vegim: Anania, dhe ai u përgjigj: Ja ku jam, Zot. Dhe Zoti i tha: qohu dhe shko në rrugën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga tarsi me emër Saul, i cili po lutet. Ai ka parë në vegim një njeri me emër Anania duke hyrë dhe duke i vënë duart për t'ia kthyer dritën e syve. Atëherë Anania u përgjigj: O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë shejtënorëve të tu në Jeruzalem. Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e përftrinjve për të burgosur të gjithë ata që tharrasin emrin tënd. Por Zoti i tha: shko, sepse ai është një vegël në duart e mia dhe e kam zgjedhur për të sjell emrin tim përpara Jehobrejvet, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse unë do t'i tregoj atij sa shumë duhet të vuaj për mua për emrin tim. Amen, fjalës të Zotit. Kur u ringjall Zoti jon Jezu Krisht, u tha dishepujve: shkoni dhe mësoni në të gjithë botën, duke i pagzuar ata në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës të Shenjtë për faljen e mëkateve, dhe i mësoni ata që të zbatojnë të gjitha sa ju kam porositur ju, dhe unë do të jem me ju gjitha ditët deri në mbarim. Por me të vërtet, pas ditës të rëshajave, u bë bekim i madh dhe veprim i Perëndis, shpëtuan një herë 3.000 dhe pastaj 5.000 veta me mrekulli të mëdhaja që bënte Zoti i plotfuqishëm nëpërmjet duarve të apostujve. Mundësisht tek apostulli Pjetër i dha edhe dhuntin e shërimeve në mënyrë që akoma kur kalonte me hijen e tij, që binte hija mbi të sëmurët, shëroheshin. Por predikimi bëhej vetëm në Jeruzalem. Dhe as kërkush nuk dilte jashtë Jeruzalemit. Mëkat i madh dhe shkelje ishte për ta që të shkonin tek jo hebrejt, sipas ligjit të Mojsiut. Por Perëndia këtu don t'i ndryshojë të gjitha. Dhe ka plan. E përsëris, don t'i ndryshojë të gjitha në jetën tënde dhe ka plan. Ka plan të mirë. Dhe ky plani i Perëndis e dini se si vazhdon. Vazhdon me vrasjen me gur që vran Stefanin. E pabesueshme.
Stefani, i cili ishte plot besim dhe frymë të shenjtë, që bënte mrekullia të mëdha nga fjalët që folte mbyllinin gojen të gjithë sa e dëgjonin. Dhe për këtë arsye, nga zilia që patën ndaj tij e vunë në mes dhe e vranë me gur. Dhe në fund pa praninë e Perëndis kur po vrisnin me gur. Dhe në atë ditë e mbrapa u bë një përndjekje e madhe. Dhe kështu ikën që të gjithë përveç të 12 apostujve. Ikën të gjithë të tjerët në të gjitha kombet rreth e qark. Filipi takoi krye evnukun, i foli për Krishtin, u shpëtua, u pagzua në ujë dhe vajti në Etiopi, në atë dheun e vet ku Perëndia e mëshiroi atje. Dhe të tjerë vajten ashtu sikur se na thot fjala e Perëndis në Antioki dhe nuk predikonin vetëm nëpër sinagogat e judejvet, por në mes tyre ishin disa nga Qipro dhe Kirineas, të cilët erdhën në Antioki, u folën helenistëvet, pra kombevet, duke i ungjillizuar Zotin Jezu Krisht, dhe dora e Zotit ishte mbi ta dhe shumë prej kombevet besuan dhe u kthyen tek Zoti. Si ndryshon pra Perëndia? I mallkuar ai që shkonte tek kombet, kurse i bekuar nga Zoti ai që drejtohej nga Zoti, që studionte fjalën e Perëndis, besonte në fjalën e Perëndis. Por tani besuan në Antioki. Çfarë do të bëhet? I ka të gjitha gati Perëndia. Të gjitha gati. Kjo u bë në 44-ën pas Krishtit. Por në 37-ën pas Krishtit, Perëndia kishte paranjohur përpara krijimit të botës Palin, që të bëhet apostull, mësues dhe predikues i jo hebrejve ose i kombeve të tjera pra. Përndjekës, blasfemues, mori shkresa nga kryepriftorin të shkoj dhe të arrestoj heretikët Nazareasit. Por Perëndia ka plan tjetër. Çfarë planesh ka? Ka plan që atë njeri shumë krenar ta përul deri për tokë. Ta shëndëroj nga përndjekës, blasfemues, hidhtar, ta kthej në një vegël të zgjedhur në duart e tij. Për brenda 3 ditësh. Po çfarë bën Perëndia, Dhe ndërsa shkonte në mburrin e tij mbi kal, pa pritur një dritë më e fortë se drita e diellit ndriçoi, u vërbua, ra poshtë dhe dëgjoi një zë. Saul, Saul, përse më përndjek? Dhe thot, i rën për tokë, i verbër, kush je ti, Zot? Shikoni, këtu ka ndërhyrë Perëndia, sepse askush nuk i thot Zotit Zot, vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Kush je ti o Zot që unë përndjeku? Unë jam Jezus, i thot. Ma unë përndjeku heretikët, jo mua më përndjek. Dhe është shumë e vështirë të shqelmosh mbi gjemba. Dhe atëherë erdhi ajo pyetja që duhet gjithmonë ta bëjmë edhe ne. Çfarë duhet të bëj, o Zot? Sa bukur që është kjo. Tani, çfarë të më thua është ta bëj? Çfarë duhet të bëj? Tani më në përuljet të plot gjen hir nga Perëndia. Sigurisht, kur përulesh me zor, gjen hir nga Perëndia. Por është edhe një tjetër mënyrë që të përulesh, jo me zor, por me vullnetin tënd për hir të ungjillit të Jezu Krishtit, në mënyrë që të gjesh gjithmonë hir, gjë të cilën e don Perëndia nga ne, duke thënë, ju përuluni në krahun e fuqishëm të Zotit dhe unë do t'ju lartësoj në kohën e duhur. E dëgjon vëlla, e dëgjon motër. Ti përulu, sepse ndryshe kam për të të përulur unë, në qoftë se të ka paranjohur Zoti përpara krijimit të botës për veprën e tij, për jetën e përjetshme, për mbretërinë e qiejvet.
Sot pra të përulemi, vëllezër dhe motra. Mundemi? Nuk mundemi. Pa Krishtin nuk mund të bëjmë asgjë. Çfarë mund të bëjmë? Të lutemi o atë në emër të Jezu Krishtit na jep frymë të përulur, zemër të butë, të dridhemi për para fjalës sate që të kënaqësh me ne. Pali nuk ishte kështu. Për tani i rënë për tokë 3 ditë dhe 3 net pa hëngër, pa pirë, e viziton Zoti përsëri me vegim. Dhe i thotë se do të vijë një shërptor im me emrin Anania që të lutet mbi ty. Do të rish të lutet Anania mbi ty. Do të pranosh. Nëse pranon, do të shofesh. Ma mund të mos pranoj. Mund të thotë jo. Dhe përsëris, 2 mënyra që të themi gjithmonë po. Me vullnetin ton dhe nga nevoja. Pra sipas, unë dua që me vullnetin tim o Zot, dhe nuk dua të më bësh më zor. Amen, vëllezër dhe motra. Dua o Zot Perëndi, dua. Ndihmo o Zot. Dhe futet Anania aty ku ishte Pali ose Sauli, i gjunjëzuar, ajo bish që kishte ardhur të arrestoj Nazareasit, besimtaret, herezinë e Nazareasve, kështu mendonte ai. E pa të gjunjëzuar, të verbër, pa ngrënë dhe pa pirë për 3 ditë. I afrohet, ashtu sikurse e pa të gjunjëzuar, e deshi, shkoi me frikë. Por i bindur në fjalën e Zotit, vajti. Për këtë arsye zgjodhi Ananian. Për këtë zgjodhi edhe Danielin atje, sepse i nënshtrohet fjalës të Zotit. Në të gjitha, nuk bën çfarë të doj, çfarë të mendoj, por çfarë do që t'i thotë Zoti bën. Veçana një vegël e zgjedhur Anania, i parëndësishëm dhe i panjohur këtu, por po dhe amen fjalës të Zotit. Ma kam frikë o Zot, mos ki frikë sepse është në dorën time të besoj o Zot. I beson fjalës të Zotit? Po Zot, besoj. Shtrin duart, i vën mbi Palin, lutet dhe si luspa i bien nga syt Saulit, i vjen të parit, shef rreth e qark dhe i thot Zoti më dërgoi. Që të lutem për ty. Që të vit të parit, të shofesh pra dhe të mbushesh me frymë të shenjtë. Dhe me të vërtet, atë që i tha Zoti u bë, sepse kush është ai që pagzon në frymë të shenjtë dhe në zjarr vetëm Krishti. E pagzoi dhe pastaj Anania e mori dhe i thot tani patjetër që do të pagzosh edhe në ujë. Dhe kjo u bë në 37-ën. Në Antioki, veprën e kombëve vazhdoi në 43-shin mundësisht. Tani rruga që duhet të bën të Pali do të jetë e tillë sa kur të vijë koha e përshtatshme të jetë gati. Gati në të gjitha. Pas kësaj, i pari Damaskit e për ndjek dhe i drejtuar nga fryma e shenjtë ikën dhe shkon në Arabi dhe qëndron 3 vjet. Dhe çfarë shkoi të bëjë në Arabi? Nuk dinte, Zoti e çoi. Por aty erdhi dhe u bë mik me Krishtin. Krishti u bë mik me te. Dhe vazhdoi të flas me Zotin gojë për gojë, pra gojarisht si themi. Dhe t'i mësoi ungjillin e Jezu Krishtit për 3 vjet me radhë. Dhe kështu me autoritet tani më të thotë se ungjillin që ju predikoj nuk është njerëzor. Nuk ma mësoi njeriu, mishi apo gjaku, por vetë Jezu Krishti 3 vjet me radhë në Arabi. Do të doja të isha në një vend që të shifja se si e mësoi Krishti apostullin Paul për 3 vjet. I gjinzuar në këmbë të Krishtit si Maria, që zgjodhi pjesën më të mirë, jo si Marta, që kthehej dhe punonte, do të bëhet edhe si Marta, por Perëndia do ta ruaj. Në këmbët e Krishtit, amen vëllezër dhe motra, në këmbët e Krishtit, aty do të mësosh të dëgjosh zërin e Zotit, aty do të bëhesh mik me Krishtin,
aty ka për të folur dhe për të drejtuar Jezu Krishti, mësues dhe drejtuesi i yt. Dhe pasi kaluan të 3 vjetët, kthehet në Jeruzalem. Dhe aty vazhdon të predikoj me sigurinë se të gjithë do të besojnë, sepse të gjithë e dinin se ishte përndjekës, blasfemues dhe i thtar i Judhës. Tani thot me vëmendjen e tij se të gjithë do të besojnë. Por vjen Krishti dhe i thot, ik se kanë për të të vrarë, askush s'ka për të të besuar, sepse s'është akoma ora jote. Do më thënë, ka Krishti një orë të përcaktuar, për para krijimit të botës e ka të paranjohur këtë orë dhe të shfaqur nga ati i tij për gjithë secilin për ne. Mua, ajo orë e Zotit ishte për para 38 vjetësh. Për para 38 vjetësh isha në ortodoksin, në idhuj dhe në figurat duke i adhuruar, por erdhi koha e përshtatshme për mua. Si u bë kjo? E ja pra. Dhe mora në duart Ungjillin dhe më kujtohet lexoja kur kthehesha nga kisha deri në 1, 2 apo 3 të natës dhe i thirrja gruas, Anës thot, që flinte. Re Ana, të gjitha sa bënim deri më tani ishin jashtë fjalës të Zotit. S'kan të bëjnë as pak ato që bënim me fjalën e Perëndis. As figurat, as shejtërimet, as dhe të gjitha sa thot fjala Perëndis, mirë ju targambledhës dhe farisej, ato bënim. E pa besueshme vëllezër dhe motra. Erdhi ora e Zotit në mars të 83-shit. Tek gjithë secili nga ne ka ardhur ora e Zotit, por t'ju them dhe diçka, nuk është një, por vjen dhe do të vijë kur të shndërroj jetën tënde nga mundimi në bekim. Mjafton që të studiosh fjalën e Perëndis, të qëndrosh në fjalën e Perëndis, të bindesh fjalës të Perëndis, të shpresosh në Zotin dhe të besosh vetëm atij. Dhe Perëndia çfarë do të bëj? Do të bëj gjëra të mëdha, mrekullirat të cilat nuk mund t'i fantazosh. Dhe pasi i thot Zoti se kanë për të vrarë, ik, dhe me zor dishepujt e nxoren dhe dërguan në vendlindjen e tij në Tars, ku qëndroi pastaj 4 vjet në Tars. 37 dhe 3, 40, nga 40 deri në 44 në Tars. Dhe pa pritur troket dera, kurrinte dhe shfaqet përpara tij Barnaba, të cilin e kishte njohur kur ishte kthyer në Zotin. Dhe i thot, eja pal të ikim. Ku? Në Antioki. Aty Zoti po bën mrekullira. Bëri kish. Shkojmë të më ndihmosh. Sepse kur dëgjuan në Jeruzalem se Ungjilli i Jezu Krishtit u predikua edhe tek jo hebrejt dhe pak përpara mundësisht ishte një çështje shumë e madhe e apostullit Pjetër që erdhi Zoti dhe i tha të kërkojnë të shkosh me ta, ma janë jo hebrejnë, pa tjetër të shkosh me ta, i thët Zoti, kur e thiri Korneli. Dhe kështu vajtë në shpinë e Kornelit, dhe pa shumë njerëz në shpinë e tij ta presin që t'ju fliste. Dhe thot, çfarë u bë? Isha duke u lutur dhe duke agjeruar, dhe erdhi një engjëll dhe më tha, thirrë Pietrin, sepse ka fjalë të jetës të përjetshme të thot, dhe tani jemi mbledhur këtu të gjithë për të dëgjuar Pjetër. Dhe për të parën herë, njeri hebre vajti në shtëpinë e jo hebreut. Dhe aty predikoi Ungjillin jo shumë, dhe përpara sa të fliste fjalën e Zotit, përpara sa të mbaronte, me habi të madhe pa, se të këtë gjithë sa dëgjonin fjalën, të ketë rënë fryma e shenjtë mbi ta dhe të flasin gjuhëra dhe të profetizojnë. Dhe mbeten të habitur. Si u bë kjo? Të këtë gjithë që besonin, ra fryma e shenjtë dhe flisnin gjuhëra dhe profetizonin. Kjo është fjala e Perëndis, vëllezër dhe motra. Kjo është Pendikostia. Kjo është kisha e Perëndis të gjallë, shtëpia e Perëndis të gjallë. Në këtë shtëpi banon Perëndia. Në këtë shtëpi ku Zoti shton për ditë të shpëtuarit,
ku i plotfuqishmi Perëndi i rilind, sepse besojnë se Krishti vdiq për mëkatet e tyre dhe Perëndia e ringjalli për t'i shfaqsuar ata. Besojnë se Krishti sot, sepse është për ju dhe për të gjithë vitet, për të gjithë bijtë tuaj që besojnë se Zoti sot pagzon me frymë të shenjtë. Kërkojnë, sepse Perëndia frymën e shenjtë e jep atyre që e kërkojnë, u a jep atyre që e besojnë, e jep atyre që binden në fjalën e Perëndisë, sikur Danielit. Dhe kur pa apostulli Pjetër që të gjithë flisnin gjuhra dhe të lavdërojnë Perëndin, mbeten me gojë të hapur, Po, edhe te kombet u dha fryma e shenjtë, sikur tek ne fillimisht. Dhe atëherë vuri Perëndia në zemrën e tij se kush do të më pengoj tani ti pagzoj në ujë. Jam i detyruar ta bëj këtë. Dhe i urdhëroi të gjithë të pagzohen në emër të Atit, të Birit dhe të frymës të shenjtë në faljen e mëkateve. Aleluja. Por akoma nuk kishin besuar në Antioki. Por ishte përgatitje. Kur u kthye në Jeruzalem, ranë mbi të vëllezërit dhe i thatë, ma çfarë bërë atje? Vajte tek jo hebrejt, dhe jo vetëm që vajte atje, por edhe hengre me to. Por dhe jo vetëm që hengre, por edhe predikove fjalen, por i pagzove edhe në ujë. Dhe Pjetri, duke u rrëfyer përpara tyre, u thot se erdhi një gjë si qarqaf dhe ra nga qielli tek unë dhe më tha, qohu therë dhe ha nga të gjitha kafshet. Dhe i thash, jo Zot, mos ndodh kjo që të ha gjëra të pa pastra. Ato që janë të pastra, ti mos i quaj të pa pastra, i tha Perëndia. Asnjë vëlla apo motër mos e quaj të pa pastra, se ka pastruar Zoti, e ka rilindur, e ka pagzuar me frymë të shenjtë. Ti mos thuaj të pa pastër. Dhe më thot, shko, më tha fryma e shenjtë, pa hezituar në shtëpinë e Kornelit. Dhe aty i pash që ishin mbledhur dhe më prisnin. Rrëfeva Jezu Krishtin përpara tyre dhe Krishtin të kryqëzuar. Dhe aty ku nuk e prisja, i plotfuqishmi Perëndi erdhi dhe i pagzoi me frymë të shenjtë dhe me zjarr, ashtu sikurse ne fillimisht në ditën e rreshajeve. Të gjithë u qetësuan, than amen dhe i vizitoi edhe se Perëndia e vizitoi edhe kombet. Por tani kaluan vitet, vajtëm në vitin 44 pas Krishtit. Dhe mësojnë se në Antioki po bëhet bekimi i madh, shpëtimi shumë shpirtrave. Dhe dërgojnë një vëlla të sprovuar Barnabën të shohin se çfarë bëhet atje. Dhe vajti Barnaba dhe aty pa dhe u mrekullua veprën e Perëndisë. U mrekullua për ato që shifte. Por u ndje i vetëm dhe tha, si mund t'ja dalun vetëm kësaj pune? Dhe ju thoshte që të qëndronin me zemër të qëndrueshme në Zotin. Dhe thirri nuk dinte se çfarë të bënte Barnaba, shkon në Tars, gjeti Palin dhe i thot, eja të më ndihmosh, sepse në Antioki Perëndia bën diçka shumë serioze. I vizitoi kombet dhe bëri shpëtim të madh. E dini vëllezër dhe motra se cila ishte ajo kohë? Ishte koha e shiut të parë. Në të gjithë faqen e dheut u predikua Ungjilli. Por tani edhe ne kërkojmë shiun, por shiun në kohën e fundit. Gjë e madhe kjo. Zoti në ditët e fundit do të bëj rimëkëmbje të madhe, shpëtim të shumë shpirtrave. Sepse është e shkruar se duhet të mbushet shtëpia ime. Dhe kush është shtëpia e Perëndisë të gjallë, është kisha e Perëndisë. Dua të jetë shtëpia e Perëndisë të gjallë edhe shtëpia ime.
Dua të jetë shtëpi e Perëndis të gjallë edhe trupi im. Duam, vëllezër dhe motra, duam. Dhe shkoi atje Barnaba dhe Pali dhe predikuan dhe Perëndia ngriti shumë profet dhe mësues në atë kishë. Por tani duhet të përgatitej në mënyrë të përshtatshme Pali që të mund të dërgohet nga Zoti. Duhet të bëjë diçka e lavdishme në jetën e tij. Dhe erdhi një profet Agabi nga Jeruzalemi, i cili profetizoi nëpërmjet frymës të shenjtë se do të bëhej zi e madhe buke në të gjithë faqen e dheut, e cila u bë nga Cezari Klaud, ku dishepujt e Antiokis vendosen gjithë secili sipas gjendjes së tyre të dërgojnë ndihmë tek vëllezërit që ishin në Jude, në Jeruzalem, ku e dërguan këtë ndihmë tek pleqt e kishës të Jeruzalemit nëpërmjet duarve të Barnabës dhe të Saulit. Dhe kështu tani Pali, Sauli që u bë Pal, domethënë, u gjend në Jeruzalem dhe aty do të ketë një provojë të madhe në mënyrë që të forcohej besimi i tij, bindja e tij. Dhe duhet, vëllezër dhe motra, që të kërkojmë provoja, eksperienca që të na japë Zoti. Personale, kur të marrim vendim të qëndrueshëm. Sipas fjalës të Zotit kërkojmë që Perëndia të na ngjit në fronin e hirit të tij, që të marrim hir dhe mëshirë në kohën e duhur, por edhe aty të mësojmë dhe të shohim dhe të flasim me Zotin. Gjë e madhe është që të gjendesh në fronin e hirit. Do të marrë dhe 2 minuta. Kur më pagzoi Zoti me frymën e shenjtë, unë nuk i dija këto. Në 87-ën ishte edhe Kosta Michelopoulo, flast fillimisht pak gjuhra dhe më thot kjo është fryma e shenjtë. Dhe them brenda meje, kujdes, kjo është fryma e shenjtë. Ishim 5-6 veta. Atje në një podrum në Egjio. Dhe pastaj thash, nëse kjo është fryma e shenjtë, o Zot, ma ndrysho gjuhën. Dhe ma ndryshoj. Ma ndrysho gjuhën, 100 herë thash dhe më ndryshon të gjuhra. Dhe kur forca ishte shtuar brenda meje, them, amen o Zot, kjo është fryma e shenjtë. Dhe në atë moment u gjenda në fronin e hirit. Nuk e dija se ç'ishte ajo. Pash një fron të shndritshëm, që të qëndronte dikush që ishte dritë në të djath një burr në këmbë dhe në të majt një burr në këmbë. Dhe unë i gjunjëzuar përpara tyret, ngrita duart e mia dhe kur shikoja tek ati, gjuhrat mbusheshin plot me dashuri dhe vinte pastaj forca dhe pastaj bija përsëri poshtë. Ashtu sikur isha gjunjëzuar. Kthehesha majtas tek Zoti Jezu Krisht dhe gjuhrat bëheshin forcë, pushtet, po çfarë t'ju them. Dhe bija përsëri poshtë. Pastaj kthehesha majtas dhe gjuhrat bëheshin gëzim, bekim, lavdërim. Dhe kjo mbajti nga ora 10 deri në 2-3 të natës dhe do të rria shumë kohë. E shifja çfarë bënte Zoti që pagzonte edhe poshtë me frymë të shenjtë të tjerët. Dhe erdhi Ana, më kujtohet, nga ora 2 natës dhe më thot, o Jorgo, lavdi Zotit, të pagzoj Zotin me frymën e shenjtë, por eja lart sepse kanë ardhur disa të rinj dhe do të skandalizohen sepse duan të iken. Dhe them amin, dola lart, por nga ajo ditë u bëra tjetër njeri. Tjetër njeri. E falenderojmë Zotin për gjithçka. Kështu edhe Pali, vëllezër dhe motra. Në Jeruzalim u bë tjetër njeri për 2 arsye. 2 provoja kishte, 2 eksperienca. E para ishte që vran Jakobin, vllajën e Gjonit, dhe të ishte futur në burg Pietri, me kusht që pas Pashkës të vriste dhe Pietrin, Herodi. Dhe ditën e fundit, ditën tjetër do ta vriste. Ditën përpara, natën pra,
e vizitoi angjëlli i Zotit në burg, e çliroi pavarësisht se ishte i lidhur me zinxhir me 16 njerëz që e ruanin jashtë dhe brenda qelisë që ishte. E çliroi Zoti e nxori jashtë dhe i lirë Pietri. Dhe këtë e mëson edhe Pali. Ma bën gjëra të tilla Perëndia, edhe më të mëdhaja bën vëllezër dhe motra. Amen. Tek kush? Tek të gjithë. Nuk është i njëanshëm Perëndia. Dhe jo vetëm kjo, por në atë periudhë e mori Perëndia dhe e çoi deri në qiellin e tretë. Dhe aty dëgjoi fjalë të patregueshme që nuk i falen njeriut që t'i flas. Pra shkoi në fronin e hirit të Perëndisë. Dhe aty dhe dëgjoi fjalë që nuk falet njeriut që t'i flas. Dhe kështu u kthye në Antioki përsëri me Barnabën dhe aty u bë fillimi i planit të Perëndisë. Kishte vazhduar plani, por kjo ishte paraprgatitja e vazhdimit i parë për atë që do të bënte tani Perëndia. Dhe të gjitha sa bëhen në jetën tënde janë paraprgatitje për ato që ka për të bërë Perëndia në të ardhmen. Kështu më tha Zoti në darkë. Çfarëdo që bëhet në jetën tënde është paraprgatitja për atë që ka për të bërë Perëndia më pas, në të ardhmen tënde. Të përgatis. Amen vëllezër dhe motra. Para përgatitje. Dhe pasi arrin në Antioki, flet fryma e shenjtë. Dhe thot, ndani Barnabën nga Pali, të ndahen për veprën që unë kam përgatitur për ta. I kam përgatitur për një vepër të madhe, për një vepër të mrekullueshme. Kujtohuni se si vazhdoi Pali, blasfemues, i thtar dhe përndjekës, i verbër, ta vizitoi një vëlla dhe që të vinë të parit. Pakzohet në ujë, pakzohet në frymë të shenjtë, shkon të predikojë në Damask, jo i thot, shkon në Arabi, 3 vjet në Arabi, i mësoi ungjillin i Jezu Krishtit, të cilën nuk e dinte ligjin e Mojsiut dhe jo ungjillin e Jezu Krishtit. Pastaj shkoi të predikojë dhe thot të gjithë do të besojnë. Askush s'ka për të besuar, i thot, por ik dhe për pak deshevran atje dhe shkoi në Tars dhe qëndroi 4 vjet. Përse 4 vjet? Kaq ishte nevojshme që të përmbushet vepra e Perëndisë në Antioki. Kohrat janë në duar të Perëndisë dhe janë të domosdoshme që të kalojnë ato kohra në mënyrë që të bëhet plani i Perëndisë në jetën tonë. Në jetën tonë të jetë plani i Perëndisë i përsosur, i përkryer dhe i veçantë. Aleluja. Dhe kështu doli, shkoi në Antioki të Pisidis dhe predikoi ungjillin nga 44 deri në 68. Në të gjithë faqen e dheut. Në të gjithë faqen e dheut. Përpara me Barnabën, pastaj me Silën. Dhe falenderojmë Perëndin për këtë. Ma kush e predikoi ungjillin? Kush? Ky blasfemuesi, ky hidhtari dhe ky përndjekësi i Krishtit. Ma bëhen këto. Këto bëhen. Kush do ta çliroj popullin e Izraelit nga Nebukadnestari? 4 djem. Më pak se 15 vjeç ishin. Ato zgjodhi Perëndia. I paranjohu përpara krijimit të botës nëpërmjet Jezu Krishtit. Këto 4 djem. Dhe çfarë do të bëjmë me këto 4 djem? Do të bëjë gjëra të mëdhaja dhe të mrekullueshme. 70 vjet të tëra në mes të gjithë mbretërve, tek Nebukadnestari, tek persët, tek medët, dhe pasi të kalojnë 70 vjetët, do të kthehet edhe ai në vendin e etërve të tij, sipas fjalës të Zotit, duke u bazuar sipas urdhërit të Kirit, mbretit Kir.
ku për të cilën kishte profetizuar me emër Isaia me anë të mbretit Kir, kur Danieli ja tregoi babait të tij ose xhaxhait të tij mbase, tha se Zoti më ka urdhëruar derisa më lartësoi dhe më bëri mbret dhe me të vërtet më dha pushtet pa kufi dhe forcë të madhe, Zoti tani më ka urdhëruar që popullin e Izraelit ta kthej në vendin e tij, t'i jap të gjitha gjërat e nevojshme, të gjitha materialet që ka të nevojshme të kthehet, të gjitha materialet, parat, ushqimet dhe të gjitha të nevojshme që të mund të kthehen në vendin e tyre. Dhe u kthyen. Dhe dini diçka vëllezër dhe motra, se cili është kthimi jon? Kthimi jon është rrëmbimi i kishës. Të gjitha do të na japë Zoti dhe të gjitha na jep. Të gjitha. Mjafton që ne të jemi nga 5 të virgjërat e mençura dhe jo nga 5 të virgjërat e pamend. Të mençurat që kemi marr vaj me vete rezervë, që është forca frymës të shenjtë, ku edhe nëse vonon, që është vonuar, të mund të rimëkëmbemi duke u përmbushur me frymë të shenjtë. Të pamendat shkoni tek tregtarët, por nuk arritën. Për atë periudhë kohore, urdhri i Perëndis, zëri i kryengjullit, është kaq periudhë kohore e shkurtur, sa që të gjithë sa janë gati, të gjithë sa nuk janë gati, nuk arrin të përgatiten. Kurse të gjithë ato që janë gati, është kaq e mjaftueshme sa të bëhen gati për rrëmbimin e kishës. Zoti të na jap që të jemi të mençur, të mbushur me frymë të shenjtë, por jo kaq shumë vetëm për shpëtimin ton, por beso në Zotin Jezu Krisht, ja dëgjoni se ç'thot, dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. E beson? Është fjalë e Perëndis. Falenderojmë Zotin, sepse të gjitha i ka gati. Amen, vëllezër dhe motra. Në jetën tënde i ka të gjitha gati, edhe për fëmijët e tu i ka të gjitha gati. Mos shif tani që nuk janë kështu të përsosura gjërat, dhe mund të jenë të mira, mund të jenë edhe të pavlera, nuk prish punë. Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Amin. Aleluja.